në aksionin e sotëm, nga 18 kryesues dhe 50 komisioner janë intervistuar gjithsej 15 kryesues dhe 43 komisioner. 15 kryesues aktualisht janë të ndaluar për 48 orë dhe brenda fatit ligjor prokuroria do të vendos në lidhje me masën e sigurisë. Po ashtu, për 43 komisionerët e tjerë, jemi duke në vlerësim e sipër në lidhje me ndonjë masë eventuale, pasi që në këtë rast ka qenë të angazhuar 2 prokurorë të Departamentit për krime të rënda dhe deri më tani kemi mbledhur të gjitha provat materiale dhe ato personale kryesore, por që hetimi do të vazhdoj edhe me tutje, edhe për kryesuesit dhe komisionerët e tjerë, të cilët sot për arsye të ndryshme, ose ka qenë jashtë vendit, ose nuk kemi arritur që të kemi prezencë në drejtorinë anale të policisë, për të njëjtën do të vazhdohet me tutje me procedurë, sikurse kemi mbledhur provat deri më sot. Për të gjithë të lartësekurit është iniciuar rasti për veprën penale falsifikimi i rezultateve të votimit. Në ndërkohë, gjatë fazës tjetër të hetimeve, kurdo që sigurohen prova të tjera për çfarëdo vepre tjetër penale, sigurisht që prokuroria do të veprojë. Në komunën e Maleshevës gjithsej ka qenë 75 vendvotime dhe nga këto vendvotime 957 vota janë të shtuara dhe 9057 vota janë të shtuara dhe 7996 janë vota të hequra. Pra gjithsej në total kemi 17053 vota. Varësisht nga rezultati i hetimit dhe provat që i sigurojmë deri në fazë të caktuar dhe prokurori i cili shkruan rastin kuptohet se sipas nevojës mund të ftohet për të deklaruar. Deri më tani jo, për shkak se jemi në fazën fillestare. Kemi monitoruar parregullësi të cilat na u shfaqen pas përfundimit të zgjedhjeve, të raportuara në shkallë pothuajse të njëjtë në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, dikund më pak e dikund më shumë. Si rezultati i veprimeve të shpejta dhe të koordinuara hetimore, janë kryer arrestime duke përfshirë individ që shërbejnë si komisioner, të cilët dyshohen se kanë manipuluar votat. Këto veprime nuk janë simbolike. Ato janë të bazuara në prova, janë të nxitura nga ligji dhe të ekzekutuara në përputhje të plot me të gjitha procedurat ligjore. Le të jemi të qartë, asnjë individ, pavarësisht pozitës apo funksionit, nuk qëndron mbi ligjin dhe integriteti i procesit zgjedhor është i panegociueshëm për të tërë. Padyshim që do të kërkojmë dënimin maksimal. Nuk është në dorën tonë ta shpallim, të atë gjykojmë. Në dorën tonë është ta përpilojmë akt akuzën si duhet me elementin e dashjes, për cilin konsideroj që në këto land ka pas dashje, dhe me pakënaqësi të vendimeve gjyqësore të apelojmë me ankesa. Kandidatët që ju kanë shtu votat do të jenë objekt i hetimeve, pavarësisht cilësisë çfarë do ta trajtojmë, fillimisht, varësisht për intervistave që na vinë dhe deklarimeve të komisionerëve dhe kryesuesit të komisionerëve. Nga se duhet të sigurojmë prova se vërtet ka qenë i shtyr nga një deputet në çfarëdo mënyre t'ja shtoj zakonisht, nuk ja kanë munguar skujt, ja kanë shtu të gjithëve. Ju kanë shtu, t'ja shton votat dhe mënyrën pse ju kanë shtu. Është procesi më i kompromituar deri më tani dhe si koordinator nacional i zgjedhjeve, unë e kam përmbyll procesin zgjedhor. Kemi pa që janë për momentin të implikuar 68 persona, kryesues dhe komisioner, nga të cilët sot janë ftuar dhe janë intervistuar. Ne do të vazhdojmë në bashkëpunim me prokurorinë që deri në elementet e fundit të shkeljeve të mundshme që janë, ti zbardhim dhe ti procedojmë sipas ligjeve të aplikuara të Kosovës.